Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se Shqipëria duhet të përmbushë objektiva deri në vitin 2027 për anëtarësimin me të drejta të plota në Bashkimin Evropian, duke shpjeguar se afati deri në vitin 2030 nuk është thjesht një dëshirë, por një agjendë e dakordsuar me Bashkimin Evropian. Në forumin Berlin Global Dialog, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë e përmbushjes së objektivave të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe sqaroi se afati deri në vitin 2030 nuk është thjesht një dëshirë, por një agjendë e dakordsuar me BE-n. Kemi rënë dakord për një kalendar. Kalendari nuk kupton që për të gjitha detyrat e shtëpisë që duhet të bëjmë për të arritur anëtarësimin me të drejta të plota, na duhet të vazhdojmë nga tani deri në vitin 2027 dhe të mbyllim kapitujt. Është sfidë, por nëse ecim në përputhje me kalendarin, atëherë ana e tyre marrëveshjes është se ata do të quajnë të mbyllura negociatat dhe do të kërkojnë shteteve anëtare të ratifikojnë. Kemi parashikuar dhe 2 vite të tjera. Ja pse kam thënë në 2030 bazuar në këtë marrëveshje. Nuk është një gjë e thjeshtë, e dëshirojmë për një agjendë dakordsuar me BE-n. Ai theksoi gjithashtu të paparashikueshëm vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Me BE nuk i dihet kurrë, nuk është një bishë e paparashikueshme. Mund të ndryshojë sepse nuk është një vend, është një asamble 27-she, është një pacient me 27 mjek, të gjithë patolog, dhe kjo ndërlikon edhe më shumë sepse ju duhet që në çdo moment të bijeni dakord për çdo gjë. Kështu që tragjikisht optimist është pozita më e mirë për të qëndruar. Rama foli edhe për inovacione teknologjike që pritet të sjellë sistemi Djedha në kuvent. Djedha është shtatzan dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit ton dhe do të shërbejë si asistent për ta, që do të marrë pjesë në seancat parlamentare. Do të mbajnë shënim për çdo gjë që ndodh dhe do të sugjerojnë antarët e parlamentit. Këta fëmijë do të kenë dijenën e nësë tyre. Ai komentoi gjithashtu shakan me presidentin e Azerbajxhanit duke nënvizuar reagimin e SBA-s. Kjo shaka miqësore u bë virale në Europë. Është argëtuese, por në SBA u përdor për të sulmuar presidentin. Ishte diçka që më mërziti shumë për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që epërsia morale mjafton për të pretenduar. Trump është aty ku është. Rama i dha edhe merit presidentit amerikan Donald Trump duke theksuar rolin e tij në zgjimin e Europës. Unë vazhdoj të besoj se kur Trump tha dhe vazhdon të thotë që Zoti kishte një plan për të dhe Amerikën dhe Zoti e shpëtoi nga përpjekja për ta vrarë, unë mendoj se kjo është gjysma e së vërtetës. Gjysma tjetër e së vërtetës është që Zoti e shpëtoi për të shpëtuar dhe Europën. Europa duhet të mbledhë veten dhe të kuptojë sa më shpejt që nëse do të ruajë rëndësinë e saj, duhet të ndryshojë më shpejt, duke theksuar me reflektim mbi ato që ka ndodhur deri në zgjedhjen e Trumpit dhe më pas kundrejt luftës në Ukrainë dhe të vendosë veten nëse ka një strategji të qartë. Në aktivitetin e zhvilluar në Berlin, ishte e ftuar edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me lajmin për hetimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke theksuar se çdo antar është i pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë. Nga Berlini, gjatë një interviste për Deutsche Welle, Rama sqaroi se nuk do të jap komente për rastin, duke nënvizuar se drejtësia ka punën e saj. Vet Balluku nuk komentoi lajmin, por publikoi një video nga Zvicra ku foli për investime të rëndësishme në infrastrukturën hekurullore. Kryeministri Edi Rama ka reaguar nga Berlini për herë të parë lidhur me hetimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke theksuar se nuk mund të ketë koment publik për rastet që janë në proces hetimi. Si komentoni rastet e fundit lidhur me zonën Balluku, sepse në gjitha mediat sot e kam lexuar që ka një thirrje për bisedë apo ku diun ç'është. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Nga ana e saj, Balluku nuk ka bërë asnjë koment lidhur me hetimin dhe ka zgjedhur të publikojë një video nga Zvicra ku tregon udhëtimin me tren dhe flet për investime të rëndësishme në infrastrukturën hekurullore shqiptare. Heshtja e Ballukut dhe qasja e kryeministrit reflektojnë qëndrimet e qeverisë për të respektuar proceset ligjore dhe për të mos ndikuar mbi drejtësinë.
13 kandidatë kanë dorëzuar dokumentet për të garuar në zgjedhjet e pjesëme lokale të 9 nëntorit në Vlorë, Tepelen, Berat, Matë dhe Cerrik. Në Vlorë, pas dorëhiqjes së kryebashkiakut Ermal Dredha, socialistët të mbështesin deputeten Brunilda Mersini, ndërsa opozita kandidon Dionis Sotën. Në 5 bashki, gara do të përfshijë kandidatë nga partitë kryesore si dhe figura të pavarura, duke e bërë këtë një sfidë të fortë elektorale. Zgjedhjet e pjesëme lokale që do të zhvillohen me 9 nëntor si dhe një garë të ngjeshur me 13 kandidatë regjistruar në 5 bashki të vendit. Në Vlorë, pas dorëheqjes së papritur të kryebashkiakut Ermal Dredha, Partia Socialiste ka zgjedhur deputeten Brunilda Mersini si kandidate për të vijuar punën e institucionit vendor. Opozita nga ana tjetër mbështet Dionis Sotën, një figurë nga sektori i turizmit dhe biznesit, ndërsa si kandidat i pavarur garon këshilltari bashkiak Gjergj Nika. Në Berat, pas kalimit të Ervin Demos nga pushteti vendor në detyra qeveritare, socialistët kandidojnë kryetarin e komanduar Ervin Çeçën, ndërsa opozita mbështet Pavlo Skarpën, i njohur në komunitetin lokal për aktivitetet e tij në biznes. Bashkia e Cerrikut do të ketë gjithashtu zgjedhje të pjesëshme pas emërimit të Andis Sallës si ministri i bujqësisë. Specialistët garojnë me kryetarin e komanduar Florenc Doka, ndërsa opozita mbështet kandidaturën e pavarur të Amarildo Hoxhës. Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet kandidohet për Eligert Himën. Në Mat, Partia Socialiste ka zgjedhur Altin Bojën si kandidat, ndërsa kryetaria e gruas për këtë forcë politike, Susana Pasha, do të garojë si e pavarur. Kandidati opozitar për këtë bashki është Eduard Brahili. Ndërkohë në Tepelen, socialistët kanë vendosur të kandidojnë shkreun e Gardës Gramosako pas largimit të Tërmet Peçit, ndërsa opozita mbështet Gabriel Kumën. Këto zgjedhje ofrojnë një panoramë të pasur grash, duke përfshirë kandidatë të partive kryesore dhe figurat pavarura dhe konsiderohen test i rëndësishëm për forcën e secilës parti dhe mbështetjen e tyre në komunitetin vendor. Këshilli i Ministrave ka propozuar projekt ligjin e parë për lobimin në Shqipëri, i cili parashikon krijimin e një regjistri të posaçëm për lobistët dhe vendos kufizime etike e ligjore për aktivitetin e tyre. Ligji synon të rrisë transparencën dhe ndërveprimet midis sektorit privat dhe institucioneve publike dhe të parandalojë ndikimet korruptive në politikë. Për herë të parë Shqipëria pritet të ketë një legjislacion të posaçëm që rregullon lobimin praktik, që deri më sot nuk ka pasur rregulla të qarta. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik nga Këshilli i Ministrave përcakton mënyrën se si mund të ushtrohet lobimi pranë institucioneve shtetërore, duke vendosur një regjistër të posaçëm për lobistët, i cili do të administrohet nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes të dhënave personale. Ky institucion do të monitorojë, verifikojë dhe publikojë të dhëna mbi lobistët dhe aktivitetet e tyre. Sipas ligjit, lobimi mund të ushtrohet vetëm nga persona fizik ose juridik të regjistruar dhe ndalohet format e ndikimit palishëm ose korruptiv. Personat e dënuar për korrupsion, pastrim parash apo vepra të tjera të rënda penale nuk mund të ushtrojnë lobim për 5 vite pas përfundimit të dënimit, ndërsa ish zyrtar të lartë publik, përfshirë ministra dhe deputet, nuk mund të angazhohen në lobime për 2 vjet pas përfundimit të mandatit të tyre. Projekt ligji ndalon gjithashtu lobimin për interesat të shteteve të huaja që bien ndesh me interesat kombëtare. Çdo marrëdhënie lobimi duhet të formalizohet me kontratë të shkruar dhe të regjistrohet brenda 15 ditëve në sistemin elektronik. Megjithatë, kopjet e kontratave nuk mund të publikohen, duke përfshirë periudhën dhe shpërblimin e marrë. Ligji synon gjithashtu të parandalojë konfliktet e interesit, duke ndaluar lobimin në rast se lobisti ose të afërmit e tij kanë interesa të drejtpërdrejta në çështjet e lobuara. Lobistët kanë detyrim të bëjnë publik qëllimin e lobimit dhe subjektin për llogaritës së cilës veprojnë, të mos përdorin forma ndikimi të palishme, të mbajnë dokumentacion të aktiviteteve për 5 vite dhe të raportojnë çdo 6 muaj burimet financiare dhe shumat e shpenzuara. Mos respektimi i rregullave parashikon gjoba deri në 5.000 euro ose ndalimin e aktivitetit në deri 3 vite. Më tej, Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim 3 punonjës të IEVP-s Jordan Misja, Bashki Muça, Oldy Myzyri dhe Radion Maloku, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre pas tentativës së arratisjes së 2 prej të paraburgosurve Arber Çekaj dhe Fatmir Pietri në gusht të vitit të 2021. Hetimi zbuloi se policët nuk kryen kontrollet e detyrueshme duke lejuar përdorimin e sendeve të ndaluara brenda ambienteve të burgut.
4 vite pas tentativës së arratisjes nga burgu 313, prokuroria e Tiranës ka finalizuar hetimet dhe ka nisur procedim gjyqësor ndaj 3 punonjësve të policisë të burgjeve, Bashki Muça, Olty Myzeiri dhe Radion Maloku, të cilët akuzohen për shpërdorim të tyre pasi nuk zbatuan protokollet e sigurisë në ditën kritike të 8 gushtit 2021, duke rrezikuar arratisjen e të paraburgosurve. Nga verifikimet e pamjeve të sigurisë dhe provave të mbledhura, rezulton se 3 punonjësit nuk kryen kontrollet e nevojshme fizike ndaj Fatmir Pjetrit, i cili mbante në dorë një çantë me sende të ndaluara dhe të imta, të cilët mund të përdoreshin nga ai dhe Arbër Çekaj gjatë tentativës për t'u larguar. 2 të dënuarit tentuan të largoheshin përmes litarit të improvisuar nga Taraca e Godinës A, por përpjekja u neutralizua nga forcat e policisë në oborrin e institucionit. Arbër Çekaj është dënuar më parë me 14 vite burg për trafikim të 613 kg kokainë në portin e Durrësit në vitin 2018, ndërsa Fatmir Pjetri, antar i bandës së babajgjyshëve, është dënuar me 30 vite burg për vjedhje me dhunë dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Prokuroria thekson se nëse kontrolli i detyrueshëm do të ishte kryer, përdorimi i sendeve të ndaluara dhe lëvizja e të paraburgosurve brenda ambienteve të burgut do të ishte parandaluar. Dosja e 3 punonjësve tani do të shqyrtohet nga gjykata për vlerësimin e masës së sigurisë dhe përgjegjësisë penale. Një tjetër kontroll i befasishëm i forcave operative të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ka zbuluar sende të ndaluara në burgun e Durrësit. 5 aparat celular u gjetën të fshehura në ambientet e dusheve, ndërsa hetimet tashmë janë përqendruar për të zbuluar se si u futën në institucion. Një kontroll i dytë i befasishëm brenda pak muajsh ka vënë në lëvizje sërish drejtuesit e burgjeve. 5 aparate telefone të markës iPhone u zbuluan të fshehura në dyert e dusheve në një ambient të përbashkët në godinën A të burgut të Durrësit, në katin e 3 të sektorit 1, aty ku vuajnë dënimin persona të dënuar për ngjarje të rënda kriminale, por edhe ish zyrtar të akuzuar për korrupsion apo shpërdorim të tyre. Operacioni firmos nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Klevis Qose, i cili urdhëroi dërgimin e forcave operacionale në këtë institucion, ku ndodhen rreth 200 të dënuar dhe të paraburgosur. Sipas njoftimit zyrtar, telefonat u përkisin të dënuarve Flamur Kapri, Aldo Prifti dhe Vladimir Ibrushi, të cilët do t'i referohen prokurorisë për vepra penale të mbajtjes së sendeve të ndaluara në burg. Ky është kontrolli i dytë i këtij lloji brenda pak kohësh. Më herët një aksion tjetër blitz kishte zbuluar 10 aparate të tjera telefona, shumica e të cilëve ishin hedhur në ambiente të jashtme të qelive për të shmangur përgjegjësinë penale. Burimet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve thanë se kontrollet po vijojnë në të gjitha godinat e institucioneve për të evidentuar mënyrën se si janë fituar sendet e ndaluara dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Policia e Lezhës ka arrestuar 24 vjeçar të dyshuar për vjedhjen e bijuterive me vlerë të konsiderueshme në një banesë në zonën e Ishullit Shëngjinit. Pas hetimeve të shpejta, uniformat blu arritën të rikuperojnë sendet e vjedhura, ndërsa në pranga përfundoi autori dyshuar i ngjarjes. Policia e Lezhës ka arrestuar 24 vjeçar të dyshuar për vjedhjen e bijuterive me vlerë të konsiderueshme në një banesë në zonën e Ishullit Shëngjinit. Mariol Mala, 24 vjeç, është autori i vjedhjeve të disa bijuterive me vlerë rreth 300.000 lekë në një banesë në Ishull Shëngjin. Arrestimi i tij u krye pas kallëzimit të bërë nga pronari i shtëpisë, i cili ka denoncuar në komisariat grabitjen e sendeve të çmuara nga banesa e tij. Sipas burimeve zyrtare, hetimet e kryera nga grupi hetimor zbuluan se pas grabitjes 24 vjeçari kishte shitur bijuteritë në një argjendari në qytetin e Shkodrës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në këtë subjekt, policia gjeti dhe sekuestroi sendet e vjedhura, të cilat u rikthyen në cilësinë e provës materiale. Për pronarin 41 vjeçar të argjendarisë, është nisur procedim penal në gjendje të lirë për veprën fshehje të ardhurave, ndërsa Malaj do të dalë përpara gjykatës së shkallës së parë në Lezhë brenda 72 orësh për t'u njohur me masën e sigurisë. Ndërkohë, prokuroria e Lezhës ka nisur verifikimin për të zbuluar nëse i riu ka precedent më parshëm penal në fushën e vjedhjes në raste të tjera të ngjashme në zonë dhe më gjërë. Vimet hetojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë. Flori Paluçi, 33 vjeç, humbi jetën në Mans të Durrësit gjatë një përplasje me armë për një kafe, ndërsa ngjarja ka zbuluar se ai ishte në kërkim nga autoritetet italiane për një tentativë vrasje të dyfisht. Incidenti ndodhi mes 21 dhe 22 tetorit, kur një debat mes të rinjve për shërbimin e ekspresit u kthye në dhunë fatale. Paluçi ishte i njohur për autoritetin italian pas ngjarjeje të 19 qershorin, ku 2 persona mbetën të plagosur rënd.
Ngjarja në Mans të Durrësit ka trezuar komunitetin lokal duke nxjerrë në pa edhe të kaluarën kriminale të viktimës Flori Paluçi, 33 vjeç, i cili u përfshi në një përplasje me një 23 vjeçar dhe mikun e tij, ku situata u acarua shpejt dhe u kthye në përdorim të armëve. Sipas hetimeve paraprake, 23 vjeçari kishte kërkuar një ekspres, por kamarieri nuk kishte mundur ta shërbente pasi aparati ishte fikur. Kjo shkaktoi një debat të ashpër me të cilën ndërhyri Paluçi dhe qelloi me armë duke vrarë të riun. Në reagim, miku i viktimës hapi zjarr dhe vrau Paluçin në vend. Raportimet nga Italia zbulojnë se Paluçi ishte i njohur nga autoritetet italiane dhe rezulton në kërkim për një tentativë vrasje të dyfisht. Ngjarja ka ndodhur në 19 qershor përpara një bari në zonën e Vernës, ku 2 persona mbetën plagosur rënd gjatë një shkëmbimi zjarri. Hetimet paraprake sugjerojnë se përplasja lidhej me çështje droge, ndërsa Paluçi u arratis më njëherë pas incidentit dhe qëndroi i fshehur për disa muaj deri pas ngjarjes së Manzës. Policia shqiptare ka nisur hetimet për të identifikuar autorët e tjerë të përplasjes dhe për të përcaktuar rrethanat e konfliktit fatal. Ngjarja nxjerr në pa lidhjen e aktivitetit kriminal të Paluçit në Shqipëri dhe jashtë saj, ndërsa autoritetet vijojnë verifikimin për të zbuluar motivet dhe përkatësitë e mundshme të përfshirjes së personave të tjerë. Do të ecim me një tjetër informacion. Në qytetin e Kavajës, në qendër të saj, qyteti është i mbushur me ngjyra, emocione dhe kujtime. Sot, kavajasit festojnë një shekull histori, pasione dhe krenari për klubin e zemrës së Besa, një ditë që bashkon breza sportistësh, tifozësh dhe qytetarësh në një ngjarje që shënon 100 vjetorin e themelimit të ekipit që ka bërë historinë e futbollit shqiptar. Një shekull më parë, me 25 tetor 1925, në qytetin e Kavajës u themelua një ëndër që mori formën në fushatat e para të futbollit shqiptar dhe më pas u kthye në një simbol krenarie e pasioni për çdo kavajas, klubi sportiv Besa. Sot, 100 vjet më vonë, qyteti i Kavajës feston këtë përvjetor të veçantë me një sër aktivitetesh sportive dhe kulturore, në kujdesin e Bashkisë së Kavajës dhe kryetarit të saj Fesnik Qosja, i cili ka premtuar rikthimin e lavdisë së dikurshme të klubit me ndërtimin e stadiumit të ri dhe mbështetjen e brezave të rinj të sportistëve. Në fjalën e tij, kreu i bashkisë u shpreh se sot Kavaja feston një shekull dashurie për futbollin dhe qytetin dhe për emrin që na bashkon të gjithëve, Besa e Kavajës, një histori që fillon nga zemra e popullit të Kavajës dhe që do vazhdojë me të njëjtin shpirt të dashurisë. Festimet për 100 vjetorin janë paraprit nga disa evente sportive që kanë rikthyer atmosferën e dikurshme të futbollit të Kavajës në kujdesin e bashkisë dhe të drejtorisë së kulturës dhe sporteve. Gjatë datave 14 deri në 21 tetor janë zhvilluar ndeshje emocionuese kalçetoje me pjesëmarrje në 16 skuadrave nga Kavaja dhe zonat përreth. Golat e spektaklit dhe tifozët kanë gjallëruar çdo mbrëmje duke dëshmuar se pasioni për futbollit në Kavaj nuk ka shuar kurrë. Një ndër finalet më emocionuese ishte ajo e turneut 5x5 100 vjet Besa, ku skuadrat Freskia dhe Xhamia Kubelie turuan një ndeshje spektakolare me fitoren e ekipit Freskia pas penaltive. Në këtë jubilej të ardhe, ekipi i ciklizmit Besa u bashkua me urimin e tij, duke nënvizuar si një shekull më parë nisi një histori që do të mbante frymëzim për brezat që vinë. Në mesazhin e tyre thuhet një shekull histori, sakrifice dhe dashurie për sportin që ka bërë Besën simbol të qytetit dhe emër respektin në të gjithë Shqipërinë, dhe të vazhdojnë të garojnë me zemër dhe dinjitet, sepse Besa do të mbetet gjithmonë një histori që nuk shuhet. Në rrugët dhe sheshet e Kavajës atmosfera është festive. Muzika, flamujt verdh e zi dhe kujtimet e fitores së dikushme kanë bërë bashkë gjenerata të ndryshme, duke dëshmuar se Besa është më shumë se një ekip, një ndjenjë që jeton në zemrat e çdo kavajasi.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se nëse seanca e së dielës nuk sjell marrëveshje për formimin e qeverisë, ajo do të ftojë partitë politike për të parë nëse ndonjë mund të sigurojë 61 mandate. Osmani thekson se është ende herët të flitet për zgjedhje të jashtëzakonshme, por kjo mbetet një alternativë nëse nuk arrihet shumica. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se nëse nuk ka një marrëveshje për formimin e qeverisë në seancën e së dielës, atëherë ajo do të ftojë partitë për të parë nëse ndonjëra mund të sigurojë 61 mandate. Në qoftë se ka marrëveshje, mund të mbajë seanca dhe mund të ketë qeveri. Në qoftë se s'ka marrëveshje, atëherë si president e eventit do të ftojë të gjitha partitë politike për të parë nëse ka mundësi çdo kush të krijojë shumicën, sepse mendoj se është përsëri herë të flasim për zgjedhjet e jashtëzakonshme, por ajo është një alternativë në qoftë se nuk krijohet shumica. Sipas kushtetutës në Kosovë, në rast se kryeministri Albin Kurti nuk arrin të formojë qeverinë, presidentja ka detyrim brenda 10 ditëve të konsultohet me partitë politike për të vendosur nëse ndonjë forcë tjetër mund të sigurojë shumicën parlamentare prej 61 deputetësh. Nëse as pas këtij procesi nuk arrihet të formohet qeveria, Osmani është detyruar të shpallë zgjedhje të reja brenda 40 ditësh. Ky paralajmërim vjen pas deklaratës së Kurtit me 21 tetor, i cili lat kuptohet se vetëvendosja mund të dështojë në përpjekjet për të ngritur ekzekutivin, duke nënkuptuar se alternativa mbetet shkuarja në zgjedhje. Situata tregon tensione politike në vend dhe vështirësitë për arritjen e një konsensusi mes partive për formimin e qeverisë së re, ndërsa qytetarët presin vendime që do të përcaktojnë rrjedhën politike të Kosovës në muajt e ardhshëm. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona malore. Në orët e para të mëngjesit mund të ketë mjegull të përkohshme në ulësirën perëndimore, ndërsa gjatë ditës do të dominojnë intervalet me diell në shumicën e rajoneve. Nuk priten rreshje shiu dhe kushtet atmosferike do të jenë të qeta gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 tetor do të jetë në orën 5:58, ndërsa perëndimi në orën 16:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korç, 6 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 20 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare pa rreshje. Paradite pritet mot i kthjellët me temperatura të ulëta, ndërsa pasdite intervale me diell dhe rritje të lehtë të temperaturave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 4.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 tetor do të jetë në orën 5:55, ndërsa perëndimi në orën 16:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 6 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë lajme dhe zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.